Konsiderojnë të padrejtë dhe bën një diskriminim ndërmjet studentëve. Gjithashtu fol për grevën e urisë dhe shpërndarjen e saj në mënyrë të dhunshme. Presidenti i Republikës mbajti një qëndrim shumë mbështetës ndaj studentëve brenda ligjit. Ai e konsideroi gjithë veprimtarinë e studentëve si të ligjshme, u dha garanci për mbrojtjen e tyre fizike, ligjore, ndaj çdo kërcënimi për procedime penale që mund të jetë bërë. Presidenti i Republikës i inkurajoi studentët në qëndrimin e tyre për një shtet të së drejtës dhe të barabartë. Presidenti na premtoi që ai do të marrë një përgjegjësi për këtë, tha që do të lajmërojë organet kompetente për këtë, gjithashtu tha që do të komunikoj me prokurorinë dhe me prokurorin e përgjithshëm. Gjithashtu na premtoi që sa herë që ne të kemi nevojë të drejtohemi këtij institucioni, gjithashtu na tha që mos të kemi asnjë ndrojtje për çështjen më të vogël. Për çdo gjë që ne të kemi nevojë, duhet të drejtohemi presidentit dhe ai do të jetë me ne gjithmonë. Ne mund të kthehemi sërish në grevë.